Në një reagim për Ekspresin e Kosovës në 30 nëntor 2013, kur sapo rilindja kishte ardhur në pushtet, Mero Baze kërkonte arrestimin e Berishës, Genc Rulit e të tjerë, por, sipas tij, Shqipëria nuk ishte ende gati. CNA po sjell disa qëndrime të Mero Bazes dje dhe qëndrimet e tij të sotme, që ndryshojnë shumë nga dje. Kërkonte referendum popullor dhe reformë në drejtësi, e mbështeti deri në arrestimin e Sali Berishës. Mero Baze ka komentuar për Ekspres çështjen e luftës antikorrupsion në Shqipëri dhe mundësinë e arrestimit të ish kryeministrit Sali Berisha dhe eksponentëve të qeverisë së tij. Kjo temë është diskutuar kohët e fundit në Bruksel në kontekstin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe provave që duhet të jap Tirana në luftën antikorrupsion. Baze shprehet se tashmë është e qartë se Berisha ka për çfarë të arrestohet, por sipas tij, vështirë se diçka e tillë mund të ndodhë për shkak të degradimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Shqipëria duket se nuk është ende gati, jo aq shumë nga vullneti i qeverisë, sesa nga degradimi i sistemit të drejtësisë, që është edhe produkti i pushtetit të Berishës, thot ai. Nëse perëndimi do të mësojë se kur Shqipëria do të ketë shtet ligjor, nuk ka nevojë ta monitorojë Shqipërinë, por thjesht të presë të dëgjojë kur do të arrestohet Sali Berisha. Sali Berisha ka konsumuar vepra të qarta penale, për të cilat mund të arrestohet dhe të mos dalë më kurrë nga burgu, nëse në Shqipëri do të vendoset ndonjëherë shteti ligjor, shton ai. Sipas Bazes, në Shqipëri ka plot eksponent të ish qeverisë që mund të arrestohen. Genc Ruli ka bërë shkelje të qarta të ligjit me dëm ekonomik, duke firmosur koncencione që duhet t'i firmoste parlamenti. Arben Imami ka bërë gabime me bizneset e ushtrisë, përgjime të paligjshme të opozitës dhe financime të paligjshme të mediave proqeveritare. Në kohën e Berishës, Lulzim Basha i ka ikur akuzës për 220 milion euro me procedurë pa u ballafaquar në gjyq. Fatmir Mediu i ka shpëtuar burgut duke përdorur imunitetin. Eduard Halimi ka përdorur të burgosurit në fushatën e fundit duke bërë premtime për falje dënimesh për burg të përjetshëm, shprehet Baze. Por a mundet qeveria e Edi Ramës të përballet politikisht me një ndërmbarje të tillë? Me dënimin merret drejtësia, por problemi te ne është drejtësia. Ajo është më arrogantja dhe më e inkriminuare. Një emision i Fix Fare provoi se për 3 muaj rresht, një të dënuari shqiptar ju desh të paguante që nga sekretarja e gjykatës në Puk deri te kryetari i gjykatës së lartë në Tiranë, dhe sot ka dalë ish ministri i drejtësisë i Berishës që i mbron. Pra, këtu problemi më i madh është se kush do ta ndëshkojë drejtësinë shqiptare, thot ai. Nëse Edi Rama dhe kjo qeveri ka ndërmend të bëjë diçka, duhet ta nisë me reformimin e gjyqësorit, me shtrirjen e këtij sistemi, me kalimin në referendum për këto ndryshime kushtetuese, për të bërë popullin zot të këtij ndryshimi dhe pastaj për të filluar të ndëshkojë historitë kriminale në Shqipëri. Me këtë drejtësi, krimi dhe korrupsioni në Shqipëri janë në fest, thekson ai. Sa bukur fliste Mero Baze për drejtësi të reformuar, për arrestime në 2013. Ka një gjë shumë interesante në Shqipëri. Disa ide duken të shkëlqyera, derisa fillojnë të zbatohen. Shqipëria do të bëjë shtet ligjor ditën kur do të arrestohej Sali Berisha. Madje, ai e shihte arrestimin e politikanëve të fuqishëm si simbolin më të pastër të drejtësisë. Berisha është nën akuzë, ka një dosje penale, u detyrua të qëndronte në arrest shtëpie për gati një vit. Ndaj tij vazhdon procesi penal ashtu siç e donte Mero Baze. Reformë që ka larguar gati gjysmën e njerëzve në sistemin e vjetër të drejtësisë, ku jo pak individ janë goditur edhe padrejtësisht dhe shumë të tjerë në sistem janë instrumente të mazhorancës socialiste. Reformë e përshëndetur dhe mbështetur nga të gjithë përjashto Sali Berishën, që priste fatin e tij nga kjo reformë. Prej saj, Mero Baze priste rënien e atit të tij shpirtëror, atij që dikur i thurte lavde dhe i qëndronte në paradhom. Tashmë e kishte bërë armik, pasi kishte preferuar të ndryshonte vendin dhe të shkonte tek Edi Rama, njeriu të cili dikur nuk i kurseu as djalin e tij me akuza. Në fakt, ky është Mero Baze. Pastaj ndodhi diçka e papritur. U bë reforma në drejtësi, u ndryshua kushtetuta, u bë vetingu, u ngrit spaku dhe drejtësia filloi të hetoj politikan, madje edhe t'i arrestoi. Dhe këtu fillon komedia, sepse në momentin që drejtësia filloi të funksionojë realisht, teoria e vjetër u përditësua.
Arrestimi i politikanëve që dje ishte prova e shtetit ligjor, sot kërkon analizë më të thellë, kujdes më të madh dhe ndoshta pak më pak arrestime. Arrestohen Berisha dhe Meta duar trokasin. Arrestohet Veliaj në detyrë duke prishur provat? Jo, kujdes, se në detyrë ky nuk quhet. Vetëm ata quhen. Nuk bën kështu as për Saimir Tahirin, as për Ilir Beqën, as për Lefter Kokën, as për Vangjush Dako apo disa kryebashkiak të tjerë. Tani që u burgoz Veliaj ndryshoi kënga. Mund ta shohim si një evolucion. Faza 1. Arrestoni politikanët që të kemi shtet ligjor. Faza 2. Po jo këta politikan. Prisni pak se këta ashtu është puna. Në thelb, reforma në drejtësi funksionoi. Problemi është se funksionoi shumë mirë, por s'paku filloi të prek njerëz në nivelet më të larta, si ish president, ish kryeministra, ministra, zëvendës ministra, deputet, kryetar bashkie. U krijuar një standard i ri praktik. Drejtësia është e shkëlqyer kur premtohet, e domosdoshme kur kërkohet, por problematike kur zbatohet. E duan drejtësinë, por sipas këndvështrimit të tyre, e donin shtetin ligjor dhe me drejtësi vetëm si ide. Kur zbatohet, u prish punë.